Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka shprehur keqardhje për të gjitha palët e dialogut, pasi ka thënë se ata nuk e kanë respektuar takimin e mbrëmshëm në Bruksel, duke u bërë thirrje palëve të vetë përmbahen. Më vjen keq që nuk janë përmbajtur të gjithë kësaj dhe ne i ftojmë që të përmbahen dhe zhvillimet i ndërtojnë mbi bazën e marrëveshjeve të arritura dje, thuhet në deklaratën e zëdhënëses së saj, Maja Kocijančić. Rezultati i këtij takimi sipas saj është lënia e tensioneve, duke e parë si mjaft të rëndësishëm edhe formatin e ri të dialogut. Pas takimit që nuk pati ndonjë marrëveshje konkrete dhe u cilësua mjaft i vështirë, pala kosovare dhe ajo serbe vazhduan deklaratat në paralajmërim të njëra tjetrës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, menjëherë pas përfundimit të takimit Kosovë-Serbi në Bruksel, ka thënë se në këtë takim është kërkuar nga Bashkimi Evropian që të jeti qartë në raport me Serbinë për mos lejimin e cënimit të territorit të Kosovës. Pas këtij takimi Serbia do të qetësohet dhe do të ulë pretendimin territorial të Kosovës dhe ta njohë Kosovën sa më parë që të jetë e mundur, u shpreh presidenti Thaçi pas takimit. Aty thotë se u diskutua edhe për ndodhitë e fundit, duke paralajmëruar rënimin e murit. Sipas presidentit Thaçi, armatimi i strukturave paralele në veri nga Serbia paraqet rrezik serioz për Kosovën. Presidenti serb Tomislav Nikolić ka thënë se BE-ja duhet të kuptojë se Serbia nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës. Po ashtu ai ka bërë të ditur se në këtë takim është diskutuar edhe për ngjarjet e fundit, sikurse ajo e trenit. Pas takimit është prononcuar edhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, duke thënë se janë pajtuar që dialogu të vazhdojë me përfaqësim të nivelit të lartë. Vučić u tha gazetarëve se takimi me Thaçin e Mustafën ishte shumë i vështirë përkundër çndrimeve. Thotë se është arritur që për disa gjëra të pajtohen përmes dialogut të hapur. Për herë të parë, mbrëmë u mbaj takimi në nivel presidentësh dhe sipas palës kosovare, ky do të jetë edhe fillimi i fundit të dialogut me Serbinë për normalizim të marrëdhënieve, që do të çojë në njohjen e shtetit të Kosovës. BE bën të ditur se të dyja palët e rënë dakord që dialogu të zhvillohet në frymën e respektit, bashkëpunimit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë. Sipas tyre, diskutimet ndërmjet palëve do të intensifikohen gjatë ditëve të ardhshme.